Shqipëria do të krijojë një platformë me të gjithë emrat e shqiptarëve të diasporës që kanë spikatur për talentin dhe aftësitë e tyre në vendet ku jetojnë dhe punojnë. Në Komisionin Parlamentar për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën, drejtoria ekzekutive e Agjencisë Kombëtare të Diasporës, Ermonela Gjafa, u shpreh se duke nisur nga viti i ardhshëm, do të krijohet një platformë dedikuar me emrat e këtyre personave me qëllim përfshirje në procesin e vendimarrjes, si për shembull duke marrë pozicione të rëndësishme në institucione shtetërore, por jo vetëm. Ministria e Punëve të Jashtme, ministritë e tjera bëjnë thirrje të vazhdueshme për diasporën duke u përfshirë për të përfshirë këta element shumë të përparuar me një CV shumë të mirë për Shqipërinë. Është një nga përcaktimet të cilat për vitin 2026 jemi duke marrë masat për të krijuar një platformë konkrete me CV-t e secilit prej tyre dhe kjo vjen për shkak të hapjes dhe evidentimit të shumë figurave të cilat i evidentojmë nga LinkedIn, i evidentojmë nga Facebooku, nga arritjet e tyre dhe një nga sfidat të cilat e ka kryesisht Ministria e Punëve të Jashtme në bashkëpunim me agjensinë është ngritja e një platforme ku do të përfshihen të gjitha CV-t e personave dhe atyre pjesëve të diasporës që duan të kontribuojnë në përparimin e Shqipërisë dhe integrimin e Shqipërisë sa më shpejt në BE. Gjatë fjalës së saj, Gjafa theksoi se aktualisht po krijohet një lidhje edhe me shqiptarët në Ukrainë. Duam të shtrihemi edhe deri në Ukrainë. Për herë të parë jemi duke diskutuar që të vijë një grup nga Ukraina e diasporës së hershme atje. Agjencia Kombëtare e Diasporës shpërndan një sër thirrjesh për lidhjen e diasporës me zhvillime të ndryshme brenda Shqipërisë.